Kem derin që të kem një ndër gazetarët më eminent të gazetarisë unë hulumtuese, investiguse, zotri Vudi Gjymshitin, nga Britania e Madhe, që punon atje dhe vepron, mirë se na ka ardhur në studion e televizionit Syri TV. Faleminderit që më keni ftuar. Pa, vërtet është një kënaqësi që t'ju kem personalisht në studion e televizionit Syri TV, me një traditë 10 vjeçare kështu, i vetmi televizion në Zvicër që është legal, ka një historiat bukur të mirë, dhe me thonë prezentimin e kulturës tonë shqiptare këtu, kur kem parasysh se ne në Zvicër e Vudi kem dikun rreth 500.000 shqiptarë, dhe me thonë shqiptarë kur them nga Kosova, nga Shqipëria, nga gjitha viset tjera të Maqedonisë, Duginës, Preshevës, dhe është një komunitet bukur i madh këtu, kur Zvicra ka rreth 8 milion banor, dhe kem profilet ndryshme dhe ky televizion mundohet dhe bën një punë në prezantimin e kryesisht kulturës, por edhe të aktiviteteve politike në vendin tonë atje, kur them vendin tonë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Luginë Preshevës. Do të filloj me gazetarinë, pikërisht zoti Gjymshiti, a mund një letë njoftim tuaj në personal të na thuash për shiqësuesit e televizionit tonë? Unë jam gazetari pavarur, kryeredaktori kronikave të Barutit në gjuhën shqipe, versionit saj Gunpowder Chronicles në gjuhën angleze. Jam që 19 vite në fushën profesionale të gazetarisë. Kam filluar si fotoreporter, ku kam raportu konfliktet armatosur dhe tensione politike në vitin 2008 me nismën e invazionit rus në Gjeorgji atëherë, në luftën 5 ditore të asaj kohe, kur po ndodhnin lojrat olimpike, ne ishim diku afër se 7 reporter të huaj që po e raportonim përpjekjen e Rusisë për me pushtu Gjeorgjin atëhershme. Edhe më pastaj fillova punën me New York Times, me media të ndryshme tjera amerikane, ku kemi raportu kryesisht lindjen e mesme, Afrikën Veriore, pranverën arabe në përgjithësi deri te lufta civile e Republikës Arabe dhe Sirisë në vitin 2012. Pastaj në vitin 2014 të tje kam filluar me punu me mediat tjera amerikane, siç është Washington Post e Boston Globe kështu, në përpjekjet kryengritëse paqësore në Ukrainë, ku ukrainasit nuk kishin të pajtimit me administratën e presidentit atëhershëm Yanukovych që të nënshkruaj nënshtrimi i Ukrainës nën kontrollin e Moskës. Dhe kështu fillova të interesohem më shumë për vendet e Evropës lindore, edhe në vitin 2015 jam zhvendos përfundimisht për të banuar në Londër, dhe masi që isha zhvendosur nga Kosova në Londër, kisha filluar edhe të punoj me mediat britanike, edhe që nga atëherë bashkëpunimet e mia profesionale me ato kanë qenë vetëm duke u thelluar. Shumë faleminderit. Sa është vështirë të punohet në Britaninë e Madhe si gazetar sot? Po pa i pyetin kështu se unë vetë si gazetar janë ato peripetit dhe dallojnë prej vendit në vend. Domethënë, po më intereson në Angli si qëndron puna një gazetari, sidomos atij investigues, domethënë që është më shumë jashtë shtëpisë se sa brenda shtëpisë. Secila punë ka vështirësitë e saj, kur e shohim natyrën edhe rrethanat të cilat punojmë në Britani të Madhe, sigurisht që kushtet që i kemi atje janë jashtëzakonisht më të privilegjuara. Kemi infrastrukturën ligjore që na i garanton të drejtat dhe liritë tona për çastin informacion. Kemi mekanizmat shtetëror, që privilegjon të drejtën e qytetarit për informim të drejtë, rrjedhimisht ne si gazetar të akredituar kemi të drejtë që të kemi qasje në informacione të tilla. Tereni se kush është gazetare, kush nuk është, në të vërtetë është larg më i paqët se kudo tjetër në nivel global, mund të them me plot përgjegjësi të plot, të akreditohesh si gazetar apo si reporter, apo qoftë edhe si analist, apo redaktor në Britani të Madhe, kërkon kritere, kushte profesionale që të plotësohen. Rrjedhimisht ti me titullin tënd gazetar apo reporter apo redaktor
je vazhdimisht në përgjithësi dhe kërkohet ndërgjegjshmëri profesionale ndaj teje, edhe kështu të tjerët të cilët nuk janë të kualifikuar për ta bërë këtë punë nuk mund ta quajnë veten gazetar, duke qenë se është akt kriminal për ta prezantuar veten diçka që nuk je. Shumë faleminderit zoti Gjumshiti, e bona këtë pyetje një lloj provokimi kesha, jo provokimi ndaj jush, kuptohet, as ndaj shqiptuesve, mirë po pyetja radhës është pikërisht lidhet me këtë, kur ne vim nga një vend i vogël prej 2 milion banorësh Kosova dhe kem gazetarë shumë, kem media të panumërta, qoftë portale, qoftë televizione, më intereson nga kondi juaj, domethënë nga pozita juaj, domethënë si e shehni gazetarinë në Kosovë, domethënë kemi një gazetari të pavarur, apo kemi një gazetari të ndikuar edhe nga çarçet politike, kam fjalën nga subjektet politike që kemi në Kosovë, por edhe kemi një gazetari atje në Kosovë që është e mvarur apo e dirigjuar edhe nga shërbime të huaja, kur them nga shërbime të huaja, sidomos nga vendet fshinje, konkretisht nga Serbia, e cila vërtet ban një punë, domethënë ka një angazhim sistematik Serbia në depërtimin të mediat, kur e dim se mediat janë një forcë bukure, një fuqi që ndikon shumë, sidomos në kohën e globalizmit dhe një teknologjie masive që e kemi sot. Atëherë, sa është gazetaria, domethënë në Kosovë, sa janë mediat dhe televizionet tona, sa kanë degradu në këtë pikpamje, kanë degradu domethënë në mohimin e vetë shtetësisë, domethënë të vendit të vetë Kosovës, domethënë duke i bërë një argat apo një shërbim me çarçe politike të caktuara. Më intereson kjo pikë, domethënë se në anën tjetër shohmi vazhdimisht nëpër ekranet televizive në Kosovë, ku janë të shumta, shohmi për çdo natë debat plus. Shohmi ekspert, domethënë për herë domethënë ekspert, them në thojza, ekspert le miu, sikur ato dyqanet kineze njerë gjithçka, dhe vërtet sidomos shqiptuesi apo qytetari i Republikës Kosovës është i lodhur domethënë nga këto paraqitje publike të ekspertëve, dhe sa janë këta ekspertë sipas jush, domethënë a i plotësojnë kriteret të jenë ekspertë që të debatojnë në këto debate televizive? Nga vëzhgimet e mia prej vitit 2022 kur u ktheva në Kosovë për herë të parë pas largimit tim në vitin 2015, mund të them që ajo gazetari që shoh në Kosovë nuk ka integritet profesional. Është e padinjitetshme, është e pa kualifikuar për detyrat e saj që i obligohet etikës profesionale për ta garantuar të drejtën e qytetarëve për informim të drejtë, edhe në mënyrë që pastaj qytetarët të marrin vendimin e saj të një informimi korrekt, të paanshëm dhe cilësor. Ndërkohë që duke e parë se Kosova për 20 vite rresht në periudhën e pasluftës është udhëhequr nga njerëz të cilët e kanë plaçkitur shtetin në formë sistematike, nga njerëz të cilët e kanë instaluar pushtetin e Serbisë brenda Kosovës dhe e kanë ruajtur format kontrolluese të Serbisë brenda Kosovës, është treguesi i qartë që ne nuk kemi pas gazetari asnjëherë në Kosovë edhe në kohën e pasluftës. Me përjashtime të caktuara, mund të ketë pasur situata të tilla, mirë po fatkeqësisht, duke qenë se qytetarët e Republikës Kosovës, përfshirë edhe unë, që jemi rritë në atë Republikën e pasluftës, nuk kemi qenë të informuar se në sistemin ton udhëheqës janë instaluar ose vetë instaluar njerëz të cilët e kanë plaçkitur Kosovën dhe njerëz të cilët në saj të plaçkitjes e kanë bërë edhe instalimin edhe ruajtjen e mekanizmave kontrollues të Serbisë brenda Kosovës. Dhe sa herë që tash nga distanca që jemi duke i vëzhguar edhe duke ju qasur prap arkivave të zhvillimeve të politike dhe sociale në Kosovë, na shohim që sa herë që këta njerëz janë sfiduar dhe është kërkuar ndonjë llogaridhënie,
këta përgjigja tyne ka qenë me grykën e pushkës. Pra, kanë sunduar me gryk të pushkës, me gjak në duart e tyre, duke qenë se patriotët politikanë që i kanë sfiduar strategjit politike të mirëmbajtjes së kontrollit të Serbisë brenda Kosovës, ata në radhë të parë nëpërmjet mekanizmit të mediumit i kanë diskredituar imazhet e tyre duke i quajtur udbashe serbiane kështu e ashtu, në mënyrë që ta paraqisnin, ta vrisnin karakterin e tyre publik, t'ja bënin një lloj gjykimi publik që kur ndodhte vrasja pastaj t'ishte e pranuar, dhe kështu kishte ndodhur, siç të gjithë jemi dëshmitar, pra në 20 vjeçarin e mas luftës në Kosovë, politikanët që kanë qenë sfid për bandat kriminale që kanë qenë sundimtar me gryk të pushkës në 20 vjeçarin e mas luftës, në radhë të parë është vrar karakteri i tyre publik nëpërmjet përdorimit të medjave, përdorimit të qarqeve të quajtura gazetareske dhe analitike, dhe më pastaj ata janë ekzekutuar në formë më brutale të ekzekutimit, pra eliminimit fizik të njerëzve. Pra janë vrar politikan, janë vrar aktivist politik, janë vrar gazetar, dhe për të gjitha këto vrasje në 20 vjeçarin e pas luftës, hetimet e vetmja deklaratë që kemi dëgjuar nëpërmjet televizioneve ka qenë që hetimet vazhdojnë, ndërkohë që hetimet asnjëherë nuk kanë nisur. Ajo që është edhe më tragjikja, që partia e cila ka qenë më e targetuara, antarët e së cilës kanë qenë më të targetuarit për vrasje sistematike të patriotëve të tyre politik, përfshirë edhe gazetarët që kanë qenë të targetuar nga entitete kriminale sundimtare të Kosovës së pas luftës, edhe ajo vetë ka dhënë dorëheqje nga kërkesa për drejtësi për vrasjet politike. Kemi fjalën për lidhjen demokratike të Kosovës, e cila është mekanizëm i shërbimit informativ Kosovës, një organizat e cila kur ishte themeluar për qëllime jashtëzakonisht të mëdha, për qëllime vërtet patriotike, për të sjellur informacion dhe për të kuptuar se si do të vepronte formacioni Kosovës, Shikun, po. Shiku i kohës së para luftës dhe pas luftës. Pra themelimi i Shikut kishte qëllime të mira, ndërkohë që eventualisht ka rënë në duart të individëve me lidhje dhe mendësi kriminale, dhe rrjedhimisht, sipas shumë dëshmitarëve, sipas njerëzve të cilët edhe kanë dhënë deklarata publike, ata pastaj kanë filluar, domethënë, të shërbejnë një entiteti mafioz, kriminal, i cili ishte interesuar që të vriste politikan, që të vriste aktivist politik, që të vriste gazetar, të cilët i sfidonin dhe kërkonin llogaridhënie. Shpeshherë këto entitete kriminale që kanë udhëhequr Kosovën në 20 vjeçarin e mas luftës dhe kanë instaluar në formë sistematike fushveprimin e kontrollit të Serbisë në Kosovë, e kanë përdorur edhe simbolin e ushtrisë çlirimtare, simbolin heroik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si formë për të fshehur nga llogaridhënia, si formë për të ikur llogaridhënies. Rrjedhimisht unë mendoj që në sajt të gjetjeve tona të reja, tani që kemi si magazin që quhemi Kronikat e Barutit, ku kemi zbuluar se zoti Thaçi, ish presidenti i Republikës Kosovës dhe ish drejtori politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kishte qenë i rekrutuar nga shërbimi sekret francez, linja franceze proslave. Keni diçka konkrete të argumentuar këtë? Po, është një prej drejtorëve zoti Pierre Serrami, i cili e konfirmon atë një film dokumentar. Pastaj është konfirmuar gjithashtu edhe në komunikimet tona me ish krerë të shërbimit sekret francez, që ne kemi komunikuar me ta për të verifikuar këto pretendime. Dhe tani për tani jemi duke gjurmuar në arkivat e kablove diplomatikeve të qeverisë franceze, pra të Republikës Franceze, cilat vazhdimisht po na dalin dëshmi se politika zyrtare jo publike e Francës ka qenë vazhdimisht në interesim të ruajtjes pushtetit dhe interesave të Serbisë brenda Kosovës. Prandaj ka shpjegim, ky është shpjegimi pse kemi
krahun e luftës të drejtuar nga zoti Thaçi në kohën e Rambujes, pse ata janë pajtuar që të nënshkruaj Rambujeja, edhe pse në dokumentin e Rambujes garantohej integriteti dhe sovraniteti territorial i Serbisë mbi Kosovën. Dhe çdo marrëveshje tjetër e pas luftës që e ka nënshkruar zoti Thaçi, përfshirë edhe deklaratën e tij të famshme publike të pas luftës, ku thuhet se Mitrovica është realiteti i hidhur, por i vërtet që tani më është në duar të Serbisë, dhe pastaj pas asaj deklarate në mes natës 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000 mbi 15.000 shqiptar dëbohen nga veriu i Kosovës, edhe pse kishte marrë fund lufta. Dhe jo rastësisht aty ishin edhe trupat franceze të KFOR-it në veriun e Kosovës, të stacionuar në mënyrë që ta toleronin orkestrimin e spastrimit etnik të shqiptarëve, që ishte bërë me marrëveshjen edhe të vetë zotit Thaçi. E shumë marrëveshje të tjera të një pas njëshme që zoti Thaçi vazhdimisht i ka nënshkruar pa hamendje, vazhdimisht duke ruajtur, forcuar dhe cimentuar strukturën shtetnore të kontrollit të Kosovës nga Serbia. Deri në vitin 2020, kur zoti Thaçi me vullnetin e tij politik në bashkëpunim me kryeministin Rama, dolen me një propozim të orkestruar poshtu nga Beogradi për shkëmbim gjoja territorësh, gjë që në fakt kishte për qëllim për t'ia dhënë thesarin e Republikës Kosovës Serbisë. Edhe kështu fuqitë e mëdha perëndimore, duke qenë se ishin të interesuar që ta ruanin Kosovën si të tërë, ata i bën manovrimet e tyre politike dhe zoti Thaçi i ndal aeroplanin në qiell edhe u kthye aty ku i takon. Pra në burgun e Havës. Na falni zoti Gjumlit. Pikërisht deshta dal këto. Pikërisht në këtë kohë kemi ardhen e qeverisë lëvizjes dhe vendosje, kryesisht gjatësisht Albin Kurtit, kryeministër në vitin 2020, domethënë. A thua kem rrëzimin e qeverisë Kurti me në një kohë shumë të shkurtër, domethënë Kurti ne, a thua këtu qarqe që i ceket jo, qarqe të orkestruar nga shërbimet huaja, qoftë nga Rusia, qoftë nga Serbia, dhe kishin brenda bashkëpunëtorët e tyre, domethënë që i ceke më herët, a kishin ndikim pikërisht këta në rrëzimin e qeverisë Kurti? Sigurisht që po. Një ndër akteret kryesorë që ishte konfirmuar edhe nga raporti i Parlamentit Evropian të vitit 2021, ata thonin se ndër akteret kryesorë që luanin në rol të rëndësishëm për rrëzimin e administratës së Republikës Kosovës të drejtuar nga kryeministri Kurti dhe zoti Abdullah Hoti, ishte Richard Grenell. Richard Grenell atë botë ishte i dërguar i presidentit Trump, ishte i dërguar i presidentit Trump, i cili ishte shkarkuar, ishte dëbuar paraprakisht nga Republika Federale e Gjermanisë, duke qenë se shërbimet e fshehta shtetnore të Gjermanisë e kishin gjetur atë duke bashkëpunuar me AfD-n gjermane, e cila parti politike ishte duke u financuar nga Kremlini zyrtar dhe bashkërenduar gjithashtu... Një parti e djathtë ekstreme në Gjermani është, po? Duke u bashkërenduar gjithashtu me Beijingun, me Kinën zyrtare. Unë kam qenë si gazetar i përfshirë në hulumtime të një pas njëshme për ta kuptuar veprimin politik të zotit Grenell, dhe kemi zbuluar se zoti Grenell, përveç që kishte qenë përveç që ishte dëbuar nga Gjermania për arsye që ishte duke përpjekur të organizonte dhe orkestronte një lloj përmbytje të administratës e kancelarës gjermane zonja Merkel, ai gjithashtu kishte qenë i përfshirë edhe në operacionet e bashkëveprimit me politikanin Moldav, Vladimir Plahotniuk, i cili po paguaj nga aparati e Kremlinit për të përmbysur qeverinë pro-perëndimore moldaveze. Zoti Grenell ishte i përfshirë gjithashtu dhe në operacionet e fondacionit Magyar Foundation, që udhëhiqej nga familja e kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili po punonte pandalshëm në përpjekje për të normalizuar operacionet politike të Hungarisë zyrtare që e mbështesnin vazhdimisht dhe zgjeronin ndikimin rus në zemër të Evropës. Zoti Grenell gjithashtu ishte i përfshirë në operacionet e mbështetëse të Beogradit zyrtar, i cili ishte duke përpjekur që të krijonte terren të volitshëm për të aneksuar të paktën veriun e Kosovës dhe pastaj vazhdonte të përgatiste terren për të aneksuar gjithë Kosovën. Zoti Grenell, përveç që i vetmi shpjegim të paktën deri në vitin e kaluar,
ishte që pse ai po punonte në interesat të Kremlinit zyrtar në Ballkanin Perëndimor dhe kundër interesave strategjike të vetë Shtetit Bashkuar të Amerikës, për të cilave ky vinte, ne zbuluam se arsyeja kryesore prapa kësaj, përveç interesat financiare që ishin të dukshme, ishte gjithashtu fakti që rusët e kishin incizuar në Serbi në një skandal seksual me të mitur, pra me fëmijë. Dhe Richard Grenell. Dhe ne i gjetëm këto materiale dhe para se t'i botonim si e do rendi gazetaresk, gjithmonë ua kemi dhënë mundësinë çdo subjekti që ka qenë subjekti i hetimeve tona gazetareske, ua kemi dhënë mundësinë që zoti Grenell ta jap mendimin e tij, sqarimin ose mohimin e gjetjeve tona. Ai e kishte një përgjigje, kërcënime. Thoshte, po e botuat këtë artikull, unë do t'ju padis. Ne juruam mikpritje nëse ai do të donte që të merrej me një padi ndaj redaksisë tonë. Ligjet britanike janë të atilla që ja garantojnë mundësinë çdo njeriu që ka pakënaqësi dhe shqetësime në raport me po, ata ai është i mirësehor të vijë atje, mirë po besoj që faktet janë të pakontestueshme dhe nuk mund të diskutohen në terrenin britanik të atmosferës mediatike. Do me thonë, sipas kandit jush, sipas jush, na thatë për Grenellin se kishte qenë i dëbuar nga shteti gjerman për aferat ndryshme, ato aferat me të mitër, me partinë e krahut të djathtë ekstrem, e cila është në rritje si për fatkeqësisht Gjermani. Rrjedhimisht, duke qenë se lidhja e kompromatit shantazhues që i vjen nga vetë Moska, zotit Grenell, mund të interpretohet lehtëzi që përfshirja e zotit Grenell për ta përmbytur qeverinë Kurti-Hoti në vitin 2020 ka qenë edhe me instruksion të Kremlinit zyrtar. Dhe të gjitha entitetet politike në Kosovë, qofsh edhe ato mediatike, me apo pa vetdije që e kanë mbështetur, që i kanë dhënë zë, që e kanë përgdhelur deklaratat politike të zotit Grenell, ata kanë qenë duke vepruar bashkë me të në një agjendë të Kremlinit zyrtar për Ballkanin Perëndimor. Kosovarëve, konkretisht shqiptarëve në Kosovë, ju servua atëherë në atë kohë, domethënë rrëzimi i qeverisë Kurti se rrëzohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht ato ishin interpretime të rrejshme, zyrtarët publik amerikan të cilët e kishin dhënë një deklarat mbështetëse në pretendimin e rrejshëm të vetë zotit Grenell, ku thoshte që nëse zoti Kurti do të vazhdoj të ishte kryeministri i Republikës Kosovës, atëherë kampi ushtarak amerikan Bondsteel do të tërhiqej. Erik, si e pati emrin djali i ish presidentit Trump të asaj kohe, Junior, e kishte bërë një lloj ricicërimi të cicërimeve së zotit Grenell si diçka që është e mundshme që mund të ndodhë. Pastaj ishte zoti Pardiu që kishte mbështetur një pretendim të tillë si të mundshëm, ndërkohë që diplomacitë e vendeve evropiane që ishin në Kosovë, përfshirë ambasada franceze, ajo gjermane, ajo britanike, i kishin rekomanduar fuqishëm zotit Hoti që të mos e dëgjonte kërkesën e Richard Grenell. Dhe zoti Hoti kishte vendosur që të bashkëndojë me agjendën e tij, rrjedhimisht u përmbyt qeveria Kurti-Hoti dhe populli e lexoi atë qartazi dhe në vitin 2021 në shkurt u dhan dënimin. I hodhën nga pushteti të gjitha partitë opozitare që kishin sunduar Kosovën për 20 vjet dhe i dhan mandatin e besueshëm zotit Kurti. Që prap ta kthen kryeministrin Kurti në qeveri për Grenellin, më intereson edhe një Po, më fani, më intereson edhe një personalitet tjetër i diplomacisë amerikane, ishte Escobar. Pas Grenellit erdhe Escobar, si përfaqësues, si emisar, për çështjet Ballkanit, i dërguar i posaçëm i presidentit, ishte edhe a mund të na thuni diçka në pika sa më të shkurtë, ndoshta është shumë e gjatë kjo për personalitetin e Escobarit. Sa ishte edhe ky
në vijin e Kremlinit dhe të Beogradit në dam të Kosovës, dhe më thënë çështjes Kosovës, se konkretisht në atë kohë bisedohet dhe tani bisedohet për normalizimin e bisedimeve apo të raporteve në mes të Prishtinës dhe Beogradit për herë. Ata nuk e ceknin në mes të Kosovës, së Republikës Kosovës, të cilën e kishte njoftë, e ka njoftë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në emër të Shtetet e Bashkuara të Amerikës i servohej Prishtinës, Kosovës, dhe me thonë një bashkëbisedim në mes Prishtinës dhe Beogradit. Sa ishte Eskobari neutral ndaj çështjes Kosovës, ndaj pavarësisë Kosovës, vendit të cilët e kishte njoftë dhe kishte ndihmu bukur shumë në çlirimin e Kosovës. Zoti Eskobari ishte një diplomat i korruptuar dhe i korruptueshëm, nuk kishte integritet diplomatike as profesional. Gjetjet tona hulumtuese e konfirmuan atë nëpërmjet ekspozimit të fakteve të pakontestueshme të cilat quan në shkarkimin e tij, të cilat ishin në radhë parë gruaja e tij po merrte fonde nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë, pastaj ai kishte kurdisur një kontratë diku afërsisht $100,000 shemujore për një familjar të tij të afërm, zoti Manuel Escobar, i cili ishte bashkaksionar në firmën lobuese amerikane LLC McGuinness, me politikanin serb të Bosnjës dhe Hercegovinës të stolisur nga Kremlini si politikan i hero për interesat ruse, zoti Milorad Dodik. Edhe me t'i zbuluar këto fakte, ai u shkarkua nga detyra në maj të vitit 2024. Zoti Escobar na e tërhoqi vëmendjen nga forma e tij e komunikimit publik me qeverinë e Republikës së Kosovës, gjithashtu edhe me qeverinë e Republikës së Serbisë, dhe manovrimet e tija me partitë opozitare apo politikanët opozitar, tek cilët i merrte dhe i paradonte si një lloj marioneti, si një lloj kukulle, dhe i hedhte në media, në konferenca të ndryshme dhe thoshte, nëse zoti Kurti, për kundër faktit që zoti Kurti ishte i votuar, i zgjedhur nga elektorati i Republikës së Kosovës për ta udhëhequr vendin, ai referoi si nëse zoti Kurti nuk dëshiron që të zbatoj marrëveshjet e nënshkruara apo nga zoti Thaçi dhe zoti Isa Mustafa me presidentin serb Aleksandar Vučić, të cilat marrëveshje shtronin terrenin për të vazhduar dhe forcuar çimentimin e kontrollit të Republikës së Serbisë brenda Kosovës në mënyrë që ta bënin Republikën e Kosovës shtet jo funksional, pra krijimin e republikave serbe ndryshe siç i referoheshin Zajednica apo komunat e reja me shumicë serbe. Dhe ai thoshte që nëse zoti Kurti nuk është i pajtimit që zbatojnë këto marrëveshje, atëherë ne kemi alternativa tjera politike. Kur ai thoshte ne, sigurisht në mendjen e tij e kishte interesin e Serbisë. Asnjëherë përfaqësimin e interesave strategjike të vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse sikur ta përfaqësonte interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, atëherë nuk argumentueshëm nuk mund të gjej ndonjë shtet më besnik se Kosova në rajonin e Ballkanit Perëndimor përballë interesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E kemi Serbinë që është bashkërënduar krejtësisht me Kremlinin zyrtar në shtator të vitit 2022. Ata nënshkruan një marrëveshje të bashkërëndimit të politikave tyre të jashtme me Moskën zyrtare. Pas në shkrimit të asaj marrëveshje, ata hapën qendrën më të madhe të spionazhit rus në krejt kontinentin evropian, atë që quhet qendra humanitare ruse në Nish. Pas asaj marrëveshje, ata hapën edhe qendrën kulturore Wagner në Beograd, e cila qendër rekrutonte të rinj serb për organizatën paraushtarake Wagner, të cilit do të shkonin për të luftuar në formë vullnetare për interesat e Rusisë, edhe në Ukrainë, po edhe kudo tjetër që Rusia i ka operacionet e saj të politikës së jashtme paraushtarake që vepron në terren. Dhe ndër të tjera, Serbia është gjithashtu shteti i cili është shtëpi e mikpritjes për oligarkët rus të presidentit Putin, të cilët e marrin në shtetësinë serbe me shpejtësi dhe lehtësi dhe i kanë sjellur bizneset e tyre në Beograd në mënyrë që të kenë qasje në tregjet evropiane nëpërmjet marrëveshjeve që Serbia i ka bërë me BE-n, dhe më pastaj ata të vazhdojnë, ta financojnë
grykën e formacionit ushtarak e para ushtarak të Kremlinit që ata ta zgjerojnë ndikimin e tyre në rajon, si që kemi rastin me luftën e plot që e kanë lansuar ndaj Ukrainës në vitin 2022, ku ata janë duke përpjekur që ta pushtojnë në tërësi Ukrainën. Pra, kjo është Serbia, e cila është krejtësisht në kundërshtim të plot me interesa strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është Serbia e cila është në kundërshtim të plot dhe kërcënim serioz për sigurinë kombëtare dhe arkitekturës së sigurisë së vetë Bashkimit Evropian dhe gjithë vendeve evropiane. Kjo është Serbia e cila është burimi kryesor i destabilizimit për krejt rajonin e Ballkanit Perëndimor, dhe ne kemi një diplomat siç është zoti Escobar dhe kërkonte gjithmonë kërkesa nga Kosova që të zbatonte marrëveshje të cilat ishin nënshkruar për ta fuqizuar dhe cimentuar Serbinë brenda Kosovës, marrëveshje të nënshkruara nga vetë zoti Thaçi dhe zoti Isa Mustafa. Jo rastësisht zoti Vučić nga Beogradi e kërkon reinstalimin e pushtetit të vjetër në Republikën e Kosovës, sepse ai e din që vetëm me entitetet të cilët e kanë plaçkitur Kosovën për 20 vjet, vetëm me ata Serbia mund ta vazhdojë kontrollin e Kosovës e në një moment të volitshëm edhe glabërimin e saj total. Sigurisht, kur jem këtu tani, pa dashje dhe të lidhëm me Tiranën zyrtare. E kam fjalën për kryeministrin aktual të Tiranës, Edi Ramën. Sa ishte Edi Rama, konkretisht them Edi Rama, tham qeveria Republikës së Shqipërisë atje, e involvuar në gjitha këto tendenca të Beogradit dhe të Moskës në glabrimin e këtij shteti, kësaj qeverie të Kosovës, rrëzimin e qeverisë, kur kem parasysh edhe një ish drejtoresh, ka qenë apo zëvendës drejtoreshe e shërbimit informativ të Kosovës në kohën e zotit Thaçi, dhe për çudi aja u emërua nga zoti Rama, u emërua drejtoresh e agjencisë të inteligjencës shqiptare, dhe me thonë. Kishte kjo diçka që e lidh, dhe me thonë, atë trekonshin, them, Beograd, Moskë, Tiranë, fatkeqësisht them Tiranë, e kam fjalën për qeverinë aktuale të Shqipërisë atje. A ishte e rastishme kjo? Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe politika e saj zyrtare e ka dhënë të gjithë mekanizmin dhe aparatin shtetëror në shërbim dhe favor të Beogradit zyrtar, rrjedhimisht të interesave në rajonin e Ballkanit Perëndimor të Moskës zyrtare. Pse? Në radhë të parë, zoti Rama ishte një prej ideatorëve dhe mbështetësve të fuqishëm të dhënies së thesarit të Kosovës në duart të Serbisë, bashkë me ish-kryeministin ish-president Hashim Thaçin. Në radhë të dytë, zoti Rama e ka emëruar si këshilltare për siguri kombëtare zonjën Vlora Hyseni, pasi që ajo ishte shkarkuar nga presidenti Osmani dhe kryeministi Kurti në bazë të dyshimeve të bazuara se ajo kishte tregtuar sekrete shtetërore me shtetin armik Serbin. Pasi ishte shkarkuar, zoti Rama e kishte emëruar atë këshilltare për sigurisë dhe për siguri kombëtare, dhe pasi që Kosova kishte bërë përpjekje manovruese për të kërkuar ekstradimin e saj në Kosovë që hetimet vazhdonin, zoti Rama e kishte emëruar zonjën Hyseni si drejtoresh të shërbimit informativ shqiptar. Me të emëruar si drejtoresh të shërbimit informativ shqiptar, vizita e saj e parë zyrtare ishte në Beograd. Jo rastësisht. Dhe kjo është gjithashtu jo rastësishme. Ekspertët britanik të sigurisë interpretojnë këtë vizitë si tregim i qartë se ku qëndron lojaliteti apo besnikëria e Tiranës zyrtare, pra qëndron në Beograd, duke qenë se emrimi një drejtori të ri të shërbimit informativ kombëtar, vizita e para të drejtori, pra në këtë rast zonjës Hyseni, është Beogradi, nuk është Prishtina, nuk është Moska, nuk është Parisi, nuk është Berlini as Londra. Pra, ajo ka shkuar në një farë mënyrë në Moskë, po nëpërmjet Beogradit. Tjetër, zoti Rama vazhdimisht ka punuar pa ndalim për ta minuar përparimin e Republikës së Kosovës në antarësim të organizatave ndërkombëtare, përfshirë në Këshillin e Evropës. Shqipëria zyrtare nuk i ka mbështetur konkretisht
antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Përkundrazi ka qenë një prej penguesve më të mëdhenj prapa dyreve të mbyllura. Po pa dhe rezultati kishte kalu gjitha filtrat dhe në fund të ndërkohë që publikisht ai bënte filma se gjoja ishte dëmbështetje të Republikës Kosovës. Tjetra, Zoti Rama dhe parlamenti i tij mbi 80% që e fitoi në zgjedhjet e majit të vitit kaluar, e konfirmoi se kush është vullneti politik i Zotit Rama. Kur partia opozitare demokratike e Republikës së Shqipërisë kishte propozuar një rezolut për ta njohur gjenocidin serb në Kosovë, parlamenti shumici kryeministit Rama votoi kundër. Pra që të mos njihej, pra sipas kryeministit Rama nuk ka pasur gjenocid. Kishte një konflikt sipas tij në Kosovë. Nuk e di çfarë kishte sipas tij, mirë po ajo çfarë nuk kishte qartësisht është që nuk ka pasur gjenocid serb në Kosovë. Ndërkohë që e gjithë bota perëndimore, e gjithë arsyeja pse ishte bërë një intervenim i NATO-s në Kosovë, e gjithë arsyeja pse shqiptarët etnik të Kosovës së atëshme dhe të Republikës së sotme të Kosovës ishin detyruar që të organizoheshin një formacion gueril të armatosur për të luftuar kundër operacioneve genocidale të regjimit të Miloševićit që po bëshin atë botë në Kosovë dhe pikërisht për atë arsye ishte krijuar ajo që quhej ushtria çlirimtare e Kosovës. Dhe për ironi, vetëm një ditë pasi që parlamenti kryeministit Rama kishte vendosur që nuk kishte gjenocid në Kosovë, në ditën tjetër Zoti Rama kishte paraduar një performancë teatrale të llojit çfarë ai dita performoi, se gjoja qenka në mbështetje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe kërkonte me çdo kusht lirimin e ish presidentit Thaçi nga burgu apo procedura gjyqësore e gjykatës së Kosovës në Hag. Pra, entiteti i rrjeteve kriminale pro-beogradëse dhe pro-Moskës në gjithë hapësirën shqiptare e përdorin simbolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës vetëm atëherë kur këta duan ta tregtojnë atë me pislliqet e tyre. Këta duan që Zoti Thaçi të mos përballet me drejtsinë, për çka duhet të përballet domosdoshmërisht, sepse duart e tij janë me gjak, sepse gjatë mandatit të tij të sundimit me gryk të pushkës, politikan, patriot shqiptar janë vrarë, gjatë mandatit të tij të sundimit me gryk të pushkës, aktivist politik patriot shqiptar janë vrarë, gjatë mandatit të tij të sundimit me gryk të pushkës, gazetarë shqiptar që kanë kërkuar llogaridhënie edhe për fondin e 3% të gjitha mjetet financiare të diasporës shqiptare që janë keq përdorur dhe financuar dhe manipuluar e abuzuar edhe nga familjar të afërt të Zotit Thaçi, kur kanë kërkuar llogaridhënie, ata e kanë gjetur vdekjen në formën më tragjike dhe më brutale që mund ta kujtoj njeriu ndonjëherë. Ndërta, është reporteri Aliuka, ku po e ndante banimin e tij me Zotin Thaçi në një banesë të përbashkët në Tiranë, pasi që ai kishte kërkuar llogaridhënie për operacionet e tij politike dhe financiare gjatë kohës ai ishte drejtori politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Zoti Uka ishte gjetur i dërmuar me kaçavid në fytyrën e tij në banesën që ai e ndante me Zotin Thaçi. Edhe është mister se kush e ka vrarë atë njerëz. Sot as e dite. Unë besoj që autoritetet shqiptare në Tiranë e dinë këtë informacion. Ne kemi edhe kolonelin Ahmet Krasniqin, deri më sot është ende pa trajtuar vrasja e tij, se si është ekzekutuar. Që kemi edhe aktor politik të cilët drejt për së drejtë ja kanë akuzuar Zotin Thaçi duke qenë i përfshirë në këtë vrasje. Dhe shumë detaje të tjera. Dhe tani kemi një rrjet tjetër kriminal që nuk mund të kualifikohen të quhen gazetar në Kosovë, të cilët përpiqen të na shesin imazhin e Zotit Thaçi si një hero. Ai nuk është hero. Ai është një njeri i cili për çdo moment dhe çdo hapësirë e ka përdorur pushtetin e tij për ta përdorur imazhin edhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës si simbol, për t'i arsyetuar plaçkitjet sistematike që ja ka bërë këtij populli, për t'i arsyetuar edhe vrasjet sistematike të patriotëve që ja ka bërë këtij populli në mandatin e tij, për t'i arsyetuar edhe vrasjen sistematike të gazetarëve, pra njerëzve që kanë punuar këtë punë fisnike për ta informuar qytetarin, për ta informuar shqiptarin se çfarë po ndodh me fatin e tij, ai njeri duhet të jap llogari
për krejt këto. Unë nuk po them që ai ka bërë drejt për së drejti këto të zeza, mi po ai është përgjegjës sepse në gjatë mandatit të tij ka ndodhur këto të zeza. Dhe ne kemi një mandatar tjetër politik në 6 vjeçarin e fundit që është presidenti Osmani, që është kryeministri Kurti, gjatë mandatit të cilëve nuk kemi vrasje politike, gjatë mandatit të cilëve gazetarët nuk po vritën. Fatmirësisht, kjo është për çdo lavdat. Gjatë mandatit të cilëve propaganda pro beogradase dhe pro moskovite në zemër të Prishtinës është duke lulëzuar dhe nuk ka asnjë formë jo represive, pas llogaridhënëse ndaj këtyre entiteteve kriminale që operojnë në Kosovë në ekranet tona televizive. Pikërisht deshta dalë këto. Kam 2 eksponent ashtu quajtur gazetarisë, është zoti Baton Haxhiu, i cili ishte në Prishtinë dhe tash vepron dhe punon në Tiranë, domethënë i rekrutuar nga Edi Rama, dhe kemi një personalitet tjetër i quajtur Milajm Zeka, të dy që ishin vërtet në fillim pro themelimit të gjykatës në Hagë. Faktikisht është një gjykatë, sipas ligjeve, kur them të Kosovës, është një gjykatë e Kosovës, një celul e një gjykatë të Kosovës e transferuar në një vend tjetër neutral atje në Hagë. Pikërisht ishte bardh gjykata atje për shkak të sigurisë, se në atë kohë Kosova trajtohej jo një shtet normal që të ketë aparatin e jurisprudencës të pavarur dhe me atë qëllim u kriju atje. Në atë kohë ne jem dëshmitar të asaj të zotit Thaçi, në atë kohë kur kërcënonte deputetët e Parlamentit të Kosovës që ta votonin atë gjykatë, ata të cilët nuk e votonin ishin tradhtarë të Kosovës dhe pikërisht e votuan atë gjykatë dhe tani këta eksponent të gazetarisë, e kam fjalën për zotin Haxhiu dhe zotin Zekaj, dalin në mbrojtje të vetë Hashim Thaçit dhe atyre që janë në paraburgim në këtë gjykatë të Kosovës, në Hagë atje, po më intereson nga kandi juve investigues, këta 2 personalitete, sa ishin aktiv, domethënë, edhe sa janë sot aktiv, domethënë, në këtë rrugtim të kësaj gjykate? Rasti i gjykatës së Kosovës në Hagë është shembulli më konkret dhe fakti publik më i pakontestueshëm se rrjetet kriminale të zotit Thaçi e kanë parë të arsyeshme dhe të pranueshme sipas narrativave të tyre që të hidhet ushtria qëllimtare e Kosovës në Hagë, por vetëm nëse zoti Thaçi nuk është subjekt i Hagës. Prandaj zoti Thaçi e ka nisur me kënaqësi, mund të argumentoj, misionin e tij për ta themeluar këtë gjykatë në vitin 2015 dhe ka bërë pjesë të kushtetutës së Republikës Kosovës. Aty kur mirë po ai e ka bërë atë duke shpresuar se ky nuk do të jetë subjekt e asaj gjykate. Sepse taktika e tij operative në politik është që përderisa unë jam i pakprekshëm, të gjithë janë të konsumueshëm. Kështu zoti Thaçi nuk ishte me sa duket i vetëdijshëm që fuqitë perëndimore e kishin vëzhguar dhe kuptuar se ai e kishte nisur një mision politik për ta dërguar Kosovën në orbitën e Moskës, në rrjetin e Ballkanit perëndimor. Rrjedhimisht, me ta filluar operacionin e tij për dhënien e thesarit të Kosovës në duart të Serbisë, ai nuk ishte më i paprekshëm Hashim Thaçi. Prandaj u soll para drejtësisë për të përballur me pasojat e veprimeve të tij, që dyshohet se ka qenë i përfshirë. Kjo është fakti më konkret që e spjegon se rrjeti i tij kriminal e përdorin UÇK-n si simbol për të ikur llogaridhënies dhe për të fshehur nga të zezat e tyre. Sepse për ata ishte në rregull në vitin 2015 që UÇK-ja të shkonte në gjykatë, por duke shpresuar se zoti Thaçi nuk do përballej me pasojat e veprimeve të tij. Por tani që zoti Thaçi
U zbulua nga fuqitë perëndimore, sepse kishte nisur një operacion politik për ta kthyer Kosovën në orbitë të Moskës, ai nuk ishte i paprekshëm dhe rrjedhimisht u kap nga autoritetet e gjykatës së Hagës, gjykatës së Kosovës në Hagë. Tani gjykata e Hagës na qenë ka e Serbisë dhe problematike sepse po e gjyko ka ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ndërkohë që gjatë krejt këtij operacioni narrativ propagandistik të rrejshëm se gjykata e Kosovës në Hagë po e gjyko ka UÇK-n, ai pagoi akter dhe ish funksionar të lartë e të famshëm ndërkombëtar për t'i sjellur ata në bankën e dëshmitarëve në gjykatën e Kosovës në Hagë dhe për të thënë se zoti Thaçi nuk ka pasur ndonjë përgjegjësi gjatë kohës, ai ka qenë drejtor politik i UÇK-s dhe se s'pas ka qenë në UÇK. Ndërkohë që për 20 vite pas luftës ai na ka thënë se ka qenë madje ndonjëherë duke luftuar, ndonjëherë afër ndonjë fronti, e ndonjëherë s'ka qenë hiç, varet se si ka konvenuar atij në margjinat e narrativave politike për ta gënjur popullin tonë. Ajo që është edhe më interesante është që përderisa gjykata e Kosovës në Hagë qartësisht nuk është aty për ta gjykuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës si ushtri çlirimtare të Kosovës, aq më pak misionin e saj, por vetëm individet të cilët e kanë përdorur formacionin guerilas të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për t'i bërë zezat e tyre që nuk do duhet t'i bënin, për herë të parë që një formacion i organizuar ligjor në sallën e kësaj gjykate të Kosovës në Hagë, që e sjell një akuzë kundër UÇK-s se UÇK-ja pas ka bërë krime, është pikërisht mbrojtja e zotit Thaçi. Dhe ja po e sjell në këtë citat. Mbrojtja e zotit Thaçi, sigurisht me pajtueshmëri të vetë zotit Thaçi, në sallën e gjykatës së Hagës thotë: përderisa ushtria çlirimtare e Kosovës mund të ketë bërë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, klienti ynë, zoti Thaçi, nuk mund të merret si njeri përgjegjës për shkak që s'ka pas pushtet mbi UÇK-n. Pra këta e sjellin atë akuzë për herë të parë në sallën e kësaj gjykate të Kosovës në Hagë. Tutje, ti referohem çështjes së Baton Haxhiut. Baton Haxhiu është njeriu i cili ka qenë aq i besueshëm për Beogradin, ishte bashkëpunëtori i ministrit punëve të brendshme. Saqë Arkani, një prej krerëve të formacioneve paraushtarake të regjimit gjakatar, gjenocidal të Miloševićit, e ka marrë si njeriu e besueshëm për të qenë përkthyes i tij. Tash merreni me mend. Një, e dyta, ai përderisa publikisht gënjen, verifikueshëm se e ka takuar shefin e shërbimit inteligjent të regjimit gjenocidal të Miloševićit, zotin Jovica Stanišić, vetëm një herë, kur analizohet deklaratat e tij gjatë kohës sa është thirrur si dëshmitar përballë ish presidentit të regjimit pra Milošević gjatë proceseve gjyqësore në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi, në deklaratën e tij ai del se e ka takuar të paktën 3 herë. Dhe në sajt informacioneve që ne si redaksi kemi siguruar, tani më se jemi duke mbledhur dhe duke gjurmuar sa më shumë nga Londra për të kuptuar se kush janë arrinjtë e fjetur të Beogradit në hapësirën tonë shqiptare, se kush janë besnikët e vërtet të Beogradit që na vinë herë me maskat gazetarëve, herë me maskat politikanëve, herë me maskat patriotëve, herë me maskat analistëve, zoti Haxhiu del të jetë njeriu kryesor që ka detyruar Mahmud Bakallin për të takuar me Jovica Stanišić. Madje përfshihet edhe në veprimtari kërcënuese ndaj zotit Bakalli, duke kërkuar domosdoshmërisht që ai takohet me Jovica Stanišić. Këto janë ndër shumë informacione tjera që kemi siguruar për zotin Haxhiu, që eventualisht do ta përballim me këto gjetje tona ulëmtuese, por edhe një detaj tjetër shumë interesant është që në një forum ekonomik në Sloveni,
me sa kujtoj, pamjet televizive janë qarkullojnë për internet, të cilat i kemi verifikuar si të vërteta. Zoti Vučić është në panel të diskutimit dhe sa po të mbyllet koha e tij e diskutimit në atë panel të diskutimit, ai del nga paneli dhe shkon tek publiku në rendin e dytë ku është i ulur zoti Haxhiu, e din se ku është dhe kush është dhe e përqafon. Domethënë, këto janë shpjegimi qartë se kush është Haxhiu dhe ku i ka besnikërit ai. Ai ka në Beograd, verifikueshëm dhe konfirmueshëm. Dhe e gjithë narrativa publike, editoriale përfshirë dhe politike e zotit Haxhiu është vazhdimisht besueshëm dhe verifikueshëm në konsistencë të plot me interesat e Republikës së Serbisë. Zoti Haxhiu është një prej njerëzve që ka kërkuar dhe të amnistohen krimet serbe të luftës në Kosovë, gjenocidi serbe. E kupton? Ishte publike. Dhe jo rastësisht ai sot është ristacionuar nga Prishtina në Tiranë, sepse në Prishtinë nuk e ka më folen e zotit Hashim Thaçi. Në Prishtinë është një leadership që don integritet, don shtet dhe don shkëputje të plot nga Serbia. Prandaj është shkuar në Tiranë, sepse Tirana është në xhepin e Beogradit. Zoti Xhamshiti, do dalë në fund të bisedës tonë për qeverinë aktuale të kryeministit. Që të mos mbetën bërë shtyhet dhe publikut se e përmend edhe zotin Zeka. Po, kam edhe një eksponent tjetër, është pikërisht kur jem te gazetaria, kjo pikë më intereson më shumë, është edhe Shkelzen Maliqi, një publicist dhe një gazetar i cili është, nuk di tani, për momentin është këshilltar politik i Edi Ramës, ishte të paktën këshilltar. Kjo më duket nuk është e rastishme pikërisht që të bëhet rekrutimi i kupolave të gazetarisë, them kupolës, nuk janë këta kupola gazetarisë, po kishin mundësinë që të kenë në kontroll disa media në Kosovë, pikërisht mas luftës, dhe është e rastishme kjo që të marrin strehim në Tiranë. Nuk është as pak e rastishme që të marrin strehim në Tiranë, sepse siç e shpjegova, Tirana zyrtare është në xhepin e Beogradit. Por nuk është e rastishme që këta njerëz kanë qenë figurat kryesore publike që kanë folur në ekranet tona televizive në 20 vjeçarin e pas luftës, duke qenë se Kosova është sunduar nga Hashim Thaçi në forma të ndryshme rotative të sundimit që ai e ka bërë. Dhe zoti Thaçi, nëse e kujtoni fotografitë kanë qarkulluar se ka qenë i afër edhe me Fatmir Shaollin, i cili u arrestua në ndryshime për spionazh për Serbinë në tetorin e vitit kaluar. Dhe po ashtu është shpjegimi që diku duke i mistershëm dhe tani më nuk është i mistershëm, të paktën në sy të gjetjeve tona hulumtuese si redaksinë në Londër, se pse zoti Thaçi ka bërë të gjitha këto veprime, është e qartë se ai ka qenë rekrutuar nga shërbimi sekret francez i vijës proslave, të cilët pastaj e kanë urdhëruar atë dhe instruksionuar që të punoj përballë interesave që ata i kanë ndjekur, të ka qenë interesave të Serbisë në Kosovë. Jo rastësisht zoti Thaçi e kishte emëruar edhe këshilltar të tij si president edhe një agent të shërbimit sekret serb, i cili ishte i regjistruar, i konfirmuar dhe verifikueshëm aktiv në shërbimin e informativ të Serbisë. Pra ka qenë këshilltar i tij. Për çka tjetër posta instruksiononte zotin Thaçi drejt për së drejti me urdhrat e Beogradit se çka do duhej të bënte ai, dhe ai vazhdimisht ka bërë marrëveshje të cilat e kanë cimentuar fuqinë e ekzekutive politike të Serbisë brenda Kosovës. Shumë mirë që qytetarët e Republikës Kosovës mblodhen mend dhe e kuptuan situatën dhe vendosën që t'ja japin besimin një leadershipi tjetër, dhe ky leadership që e ka pasur mandatin e plot nga qytetarët e Republikës Kosovës në 6 vjeçarin e fundit e ka dëshmuar verifikueshëm me veprime konkrete politike se këta duan të konsolidojnë shtetin e Republikës Kosovës, i cili do duhet ishte konsoliduar që nga përfundimi i luftës së vitit 1999. E jo të vënoj siç e ka vënuar zoti Thaçi në emër të komandës e luftës, në emër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe përveç që e ka sabotuar vazhdimisht konsolidimin dhe fuqizimin e shtetit të Republikës Kosovës, ai vazhdimisht edhe ka plaçkitur Kosovën në emër të UÇK-s, ai vazhdimisht edhe ka bërë, domethënë në mandatin e tij janë vrarë, siç e përmenda më herët, politikan, aktivist dhe gazetar, po në emër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po në emër të patriotizmit, pra ai ja ka shuar dritat patriotike këtij kombi. Prandaj të tillët si ai dhe çdo mbështetës i tij sot në ekranet tona televizive dhe hapësirën politike, ata janë arrin të fjetur
të strategjisë politike afatgjate të Beogradit në Prishtinë dhe ata domosdoshmërisht duhet të merren para llogaridhënies. E posh edhe të ju, zoti Mshiti, te zotëri Zeka, Milajm Zeka, te investigimi juaj aty në faksimil më duket ishte për dëshminë e tij në Hag. Ç'është kjo, domethënë, çka keni gjetur aty? Ajo është një letër elektronike të cilën ne e kemi botuar në sajt e gjetjeve tona hulumtuese të prillit të vitit 2025, ku e nxjerrën një historik të tërë të veprimtarisë kriminale të zotit Zeka, e cila veprimtari kriminale, përveç që ishte kriminale e natyrës së saj, A ishte dëshmitar zoti Zeka në Hag apo? Ishte gjithashtu, vetëm ta përfundoj, ishte gjithashtu edhe natyrë operative me maskën e gazetarit. Pra zoti Zeka në sajt të gjetjeve tona hulumtuese me burime të konfirmuara dhe të verifikuara ndërkombëtare, evropiane, përfshirë ato suedeze dhe ato gjermane dhe ato në zvicrane gjithashtu, edhe britanike, zoti Zeka kishte punuar për kompaninë shtetërore, ajrore, të Jugosllavisë atëhershme. Ja. Dhe gruaja e tij gjithashtu kishte qenë operatore në Suedi. Dhe autoritetet suedeze kishin kapur atë duke dërguar emra dhe mbiemra të emigrantëve shqiptar të cilët po iknin nga përndjekja politike e Jugosllavisë Në vitet e 90, apo? Po, pra, për të fshehur në diasporë dhe në përpjekje të tyre për të organizuar, për të punuar, për të gjeneruar fonde dhe për të mbështetur financiarisht lëvizjen shqiptare për çlirim nga regjimi Milošević. Pra zoti Zeka po i mbledhte këta emra dhe po i dërgonte në Beograd sipas autoriteteve suedeze. Gjithashtu ne e kemi konfirmuar dhe verifikuar edhe vërtetësinë se zoti Zeka i ka shitur pamjet e luftës ushtrisë shërbimtare të Kosovës të betejës së Kosharës, një autore serbe të televizionit shtetëror të Republikës së Serbisë, Slađana Zarić, dhe sipas burimeve tona të informacioneve që kishim edhe nga Zvicra, zonja Zarić është e afërm e njeriut më të spikatur të aparatit sigurisë shtetërore të Serbisë, zotit Aleksandar Vulin, dhe me ato pamje të zotit Zeka, zonja Zarić ka prodhuar një film dokumentar që akuzon ushtrinë shërbimtare të Kosovës për trafikim me organe njerëzore, të cilat akuza dhe pretendime të falsifikuara të Beogradit dhe fabrikuara janë hedhur poshtë nga një gjykatë ndërkombëtare. Tani, zoti Zeka verifikueshëm është i përfshirë dhe me operatorin e shërbimit sekret rus, zotin Halit Sahitaj, i cili tani sa ne po flasim është në arrest shtëpiak në Marbella të Spanjës. Ne kemi dokumentuar lidhjen edhe vizitat e një pasnjëshme të zotit Zeka që i ka bërë zotit Sahitaj dhe bashkë me të kanë bashkë vepruar në operacione për të krijuar kompromate për figura publike dhe ato mediatike në Kosovë në mënyrë që pastaj t'i shantazhojnë ata për të vepruar në operacione sabotuese kundër shtetit të Republikës Kosovës dhe kundër të drejtës së qytetarëve të Republikës Kosovës për informim të drejtë. Zoti Zeka gjithashtu, siç e kemi zbuluar, e kemi interpretuar edhe detajuar edhe letrën e tij elektronike të vitit 2021, ku ai adresohet gjykatës, dhomave të specializuara të gjykatës së Kosovës në Hag dhe paraqet veten si viktim, si njeriu kryesor i cili mund të ndihmojë drejtsinë e Hagës për të kërkuar llogaridhënie për ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Zoti Zeka është ndër njerëzit thuaja kryesor që ka dërguar materiale interesante për drejtsinë në Hag në sajt informacioneve tona, deri tani relativisht të konfirmuara, po jo të konfirmuara krejtësisht sepse ende jemi në procedura të verifikimit, prandaj nuk i kemi botuar, po një numër të madh të informacioneve që kemi arritur ta verifikojmë, ne e kemi ekspozuar dhe zoti Zeka është krejtësisht i zhveshur nga pretendimet e tija të fabrikuara se ai është një patriot. Ai nuk është një patriot. Ai njeri është dokumentueshëm i përfshirë në operacione sabotuese me shërbimin sekret serb nëpërmjet Fatmir Shehollit. Me Fatmir Shehollin zoti Zeka është bashkarrestuar në ditën e arrestimit të tij në vitin e kaluar. Jo rastësisht ata e banojnë bashkë dhe me zotin Sheholli
ka qenë zoti Zeka i përfshirë në një operacion për të marrë informacione që ai kishte marrur nga shërbimi sekret serb, në mënyrë që pastaj ato t'i përdornin si kompromate për t'i shantazhuar politikanët e Kosovës dhe figurat publike për ta parandaluar konsolidimin e Parlamentit të Republikës Kosovës që kishte dalur nga zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025. Kujtojeni që vetëm një ditë pasi është arrestuar zoti Sheholli bashkë me zotin Zeka, të nesërmen u konsolidua Parlamenti i Republikës Kosovës. Jo rastësisht, sepse dokumentacionin që këta e kishin marrë të fabrikuar në Beograd në përpjekje për t'i shantazhuar politikant opozitar të Republikës Kosovës, përfshirë përpjekjen për t'a shantazhuar dhe politikanin serb të Republikës Kosovës, zotin Nenad Rashić, ato operacione kishin dështuar pasi inteligjenca kombëtare e Republikës Kosovës bashkë me prokurorinë atëhershme kishin funksionuar dhe i kishin kapur këta, siç thon popullin me një fjalë të urtë, me pelë për dore. Dhe kjo është e vërteta, e hidhur, e tmerrshme, tragjike, brutale, por ne duhet ta njohim, sepse duke e njohur atë, duke respektuar si fakt, kjo është mënyra se si ne mësojmë, se si të mos bëjmë gabime, që të mos u besojmë njerëzve të gabuar. Sigurisht. Sot jemi në një kohë krejtësisht tjetër, e kam fjalën krejtësisht tjetër në aspektin kohor, kalun më së një muaj, kur patëm zgjedhjet e fundit, domethënë ato procedurat një pas njëshme që ishin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës apo kryetarës të kuvendit të Kosovës janë shumë aktuale, domethënë qytetari i njeh, domethënë ato ditë, ato net pa numërta që vazhdonin dhe në fund prap shkum në zgjedhje në 10 orë dhe tani u bën më së një muaj dhe ende nuk kem konsolidim, domethënë të themelim të organeve të Republikës Kosovës, ende nuk kem kuvend Kosovës, ende nuk kem qeveri të Kosovës, kemi një qeveri në detyrë, edhe pse zotri Kurti ka fituar mbi 50%, domethënë një fitore plebiscitare mur prap, domethënë qytetari prap e denojnë, thojza kështu me vota mbi 50%. Ku e shihni domethënë tash kemi vazhdimisht shohmi rinumërim të votave në komuna, tash dul me një rinumërim domethënë të gjithë Kosovën. Tani shohmi kontrabandim të votave domethënë mes subjekteve politike dhe për çudi dual më shumë që të ketë marrëna Partisë Demokratike të Kosovës, domethënë vjedhje votash, domethënë mes grupeve. A janë këto të rastësishme apo sipas Këto absolutisht nuk janë të rastësishme. Shërbimi informativ i Kosovës, edhe pse një organizatë konfirmueshëm kriminale e cila ndiqet dhe nuk është legjitime në sy të institucioneve të Republikës Kosovës dhe një ndarje këtu. Agjencia Kosovare e Inteligjencës është agjenci shtetërore e inteligjencës, ndërkohë që shërbimi informativ i Kosovës është shërbim informativ i cili i shërben rrjeteve kriminale. E drejtuar nga zoti Elmir Reqica. Ky emër duhet të njihet për publikun kosovar. Është deputet, ishte deputet për disa mandate. Deputet i Partisë Demokratike të Kosovës edhe në këtë mandat. Ky njeri duhet të ekspozohet dhe operacionet e tij klandestine për ta sabotuar Republikën e Kosovës, operacionet e tij për të ndërtuar kompromate në figura publike të cilat kanë fuqi politike ekzekutive në institucionet e Republikës Kosovës, përfshirë në entitetet mediatike, janë jashtëzakonisht intensive në 4-5 vjeçarin e fundit. Dhe kjo është konfirmuar edhe nga burime informacione ndërkombëtare, sidomos ato që neve na vinë në Londër në redaksinë tonë atje. Ne jemi duke vëzhguar dhe eventualisht do të dalim me publikimet tona. Po gjithsesi, ajo çka duhet kuptuar është që operacionet klandestine të manovrimit, të manipulimit të votave, të vjedhjes industriale të votave, brenda partive të ndryshme politike, janë operacione të orkestruara nga vetë shërbimi informativ Kosovës, në sajt informacioneve tona që i kemi si redaksi. Dhe ata duhet të mbahen përgjegjës dhe njerëzit e shërbimit informativ të Kosovës e kanë në kontroll PDK-n, e kanë në kontroll LDK-n, kanë gjithashtu nën kontroll disa individ apo grupe të caktuara të interesit të cilët paraprakisht kanë qenë operator apo mbështetës apo antar të partive tjera politike, por që kanë kaluar në lëvizjen vetvendosje, përveç se ata janë kameleon që duan t'i përshtaten pushteteve të ndryshme dhe epokave të ndryshme, disa prej tyre gjithashtu kanë kaluar në lëvizjen vetvendosje si partinë e pushtet me misione të caktuara, të ngarkuara nga vetë shërbimi informativ i Kosovës, të drejtuar nga zoti Elmir Reqica. Këta njerëz
janë, duke parë të pamundshme që të bëjnë vjedhjen e votave në forma tjera që kanë mundur të vjedhin përpara, këta kanë organizuar këtë operacion klandestin me qëllim që të vërehet kjo vjedhje industriale dhe të kërkohet, jo rastësisht KQZ-ja ka ditur se kjo vjedhje industriale është në Prizren, sepse këta vjedhjen më të madhe kanë organizuar në Prizren dhe këta e kanë dhënë informacionin KQZ-s se shembulli më legjitim që mund t'ju jipet KQZ për të rinumëruar votat është Prizreni, sepse këta e kanë ditur ku i kanë orkestruar këto operacione. Dhe duke qenë si kanë zbatuar këto operacione në Prizren, fillimisht KQZ-ja, siç e dim, i ka hapur kutitë e votimit të Prizrenit dhe i ka gjetur shembullin më konkret të një vjedhje të madhe. Ishte zotit Hasani, Najt Hasanit aty. Ato kanë qenë domethënë operacione sa për ta fshehur, për të vënë flamuj edhe për bërë mjegullina. Edhe më pastaj tani i kemi eprorët e shikut, të cilët janë disa në ekrane televizive, si që është Klan Kosova, të shtatëqi, televizion nacionale, e loj televizionës që i kemi në Kosovë, që janë papagajt e narracionit dhe diskursit pro Beogradas në Prishtinë, që ju bëjnë thirrje për ditë qytetarët e Republikës Kosovës që të mos i besojnë institucioneve të Republikës Kosovës, sepse nuk duhet të besojmë, sepse duhet të besojmë rrjeteve kriminale që kanë instaluar Serbinë në Kosovë. Këta tani kanë filluar të kërkojnë që të rinumërohen të gjitha votat, në gjithë Republikën e Kosovës. Dhe zërat aty këtushëm, me porositë të vetë zotit Gjavit Haliti, se ai është gjithashtu i përfshirë në këtë operacion, kanë filluar të provokojnë publikun se duhet të përsëritën zgjedhjet e dhjetorit. Domethënë, një prej qëllimeve të analizuar nga redaksia jonë bashkë me ekspertë të sigurisë dhe operacioneve të tilla klandestine të sabotimit të shtetit që ne i kemi shoshitur në diskutimet tona në Londër, tregojnë që një prej planeve të mundshme është vonimi i certifikimit të zgjedhjeve. Çka do thotë kjo? Nëse vonohet mjaftueshëm certifikimi i zgjedhjeve të dhjetorit, na vihet data ku Kosova mbetet pa buxhet. Sepse duhet institucione legjitime për të aprovuar buxhetin. Rrjedhimisht kemi kollaps financiar të institucioneve tona dhe të shërbimit civil dhe rrjedhimisht mund të provokohen edhe pakënaqësi sociale. Prej operacioneve tjera të mundshme që është analizuar nga ekspertë të sigurisë në Londër, gjithashtu është që vonimi i certifikimit të zgjedhjeve të dhjetorit ka për qëllim gjithashtu edhe mos arritjen e ardhjes edhe skadimin e afatit të presidentes. Rrjedhimisht nëse i skadon afati presidentes dhe nuk ka një parlament dhe një qeveri për ta sjellur një kandidat për të votuar në Parlamentin e Republikës Kosovës, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ndërkohë, një për operacioneve tjera shumë interesante që është ndërmarrë, që ne i kemi rënë në kohë në qasje, është përpjekja për ta paraqitur zotin Thaçi si hero, dhe rrjedhimisht që në rast se dështojnë planet paraprake pra vonimin e certifikimit të zgjedhjeve, rrjedhimisht konsolidimin e një qeverie dhe parlamenti që do të aprovonte një buxhet, sepse zoti Kurti tani e ka votën shumicë mbi 51%, nëse kjo do të dështonte dhe zoti Kurti do të mund ta ofronte një kandidat propozim për president e Republikës Kosovës, atëherë këta si operacion klandestin për të sabotuar shtetin e Kosovës dhe për ta arsyetuar pretekstualizimin pse nuk do ta votonin ose nuk do të qëndronin në sallë të Kuvendit për të votuar kreun e shtetit, pra presidenti i Republikës Kosovës, ka qenë përpjekja për ta shpeshtuar dhe bërë një zhurmë të madhe me narracionin se zoti Thaçi është një hero, dhe rrjedhimisht partitë të kontrolluara nga Shiku do ta kushtëzonin pjesëmarrjen e tyre në parlament me një rezolut që do t'i kërkojë zotit Kurti të bëjë një rezolut për mbylljen e gjykatës së Hagës, dhe këta do ta mjegullonin vërtetësinë se edhe 100 rezoluta me i bë Republika e Kosovës për mbylljen e gjykatës së Hagës, ajo gjykatë nuk mund të mbyllet sepse është vendim përfundimtar që duhet të merret nga vendet anëtare të BE-s, sepse BE-ja financon atë projekt të Republikës Kosovës që është sjellur fillimisht nga zoti Thaçi, dhe duke qenë se zoti Kurti
për shkak të interesit të Republikës Kosovës nuk do të mund të propozon një rezolutë të tillë, këta pastaj do ta interpretonin se zoti Kurti është anti-UÇK, është tradhtar dhe rrjedhimisht nuk po e bën një rezolutë për të shpëtuar herojtë e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Herojtë e ushtrisë shërimtare të Kosovës janë ata që kanë dhënë jetë, jo ata që jetojnë, jo ata të cilët kanë plaçkitur në emër të ushtrisë shërimtare të Kosovës, jo ata të cilët janë bërë milioner në emër të ushtrisë shërimtare të Kosovës, jo ata të cilët kanë vrarë prerë në emër të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Domethënë, ata që rrojnë sot nuk janë herojnë. I ka tek nona asaj punë, thuhet një fjalë. Kështu, në këtë mënyrë këta do ta pretekstualizonin mos zgjedhjen mos prezencën e tyre në parlament. Po pra, në mënyrë që prapë ta çojnë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe rrjedhimisht duke krijuar një krizë të rrejshme, duke kumbuar propagandën e tyre jashtëzakonisht të fuqishme, me fonde të panumërta që vinë, sepse këta kanë vjedhur mjaftueshëm për 20 vjet rresht kanë vjedhur, prandaj kanë edhe fonde të financojnë këto operacione. Këta do të mund të reduktonin fuqinë politike të zotit Kurti me gënjeshtra të tilla dhe insinuata, të cilat unë dorë në zemër them që fakti që propaganda e gënjeshtrave të tyre, të taktikave të stilit rus, të maskirovkës ruse, siç edhe kemi analizuar dhe publikuar gjetjet tona hulumtuese në sajt të vëzhgimeve tona, që ka funksionuar kjo propagandë na treguan në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025. Sepse zoti Kurti nga zgjedhjet e shkurtit të vitit 2021 që ishte mbi 51%, i cili qeverisi me duar të pastra, në radhë të parë, i cili e shpartalloi instalimin sistematik të Serbisë brenda Kosovës, në radhë të dytë, i cili e konsolidoi dorën e kontrollit të shtetit në territorin e saj të veriut të Kosovës, dhe në radhë të tretë, i cili filloi reformat në drejtësi, dhe në radhë të katërt, i cili filloi distribuimin e pasurisë publike tek populli, që qytetari i Republikës Kosovës për herë të parë e ndjeu prekjen e tij nga dora e shtetit në mandatin e zotit Kurti, nuk ka logjik që zotit Kurti t'i reduktohej fuqia mbështetëse e elektoratit politik në zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025. Mirpo përgjigja e këtij misteri, që nuk është i mistershme, është propaganda. Pra propaganda pandalshëm ka orkestruar dhe fabrikuar gënjeshtra dhe i ka paraqitur ato si gjetje hulumtuese, të cilat në sajë të verifikimeve tona dalin që nuk janë të vërtete, janë fabrikime, dhe më pastaj i kanë kumbuar e përsëritur këto gënjeshtra mjaftueshëm, saqë jo që i kanë bindur publikun e gjerë se këto janë të vërteta, po të paktën ja u kanë mbjellur dyshimin se mbase edhe zoti Kurti mund të jetë një njeri i cili nuk qeveris me duar të pastra. Dhe mbjellja e dyshimit në gjendjen psikologjike të shëndet të mendësisë kolektive është mjaftueshme dhe kjo është strategji dhe taktik e shërbimeve sekrete ruse, siç edhe unë merrem me studimin e këtyre nëpërmjet një programi të studimeve doktoraturës në Universitetin Westminster në Londër. Tani, këta njerëz gjithashtu, edhe pse verifikueshëm zoti Kurti e ka sfiduar Serbinë, edhe pse verifikueshëm zoti Kurti e ka çmontuar Serbinë e instaluar për 20 vite rresht mas luftës në Kosovë. Këta e kanë lansuar propagandën se zoti Kurti është duke punuar për Serbinë. Ndër propagandat më të paturpshme. Dhe deklaratën e parë ku zoti Kurti akuzohet dhe krahasohet me regjimin gjakatar, gjenocidal të Slobodan Miloševićit, për shkak që po i bënte operacionet e tij të drejta për ta ushtruar integritetin dhe sovranitetin territorial të Republikës Kosovës në verjen e vendit, deklarata e parë e akuzës ndaj Kurtit se është duke i trajtuar serbët e Kosovës si Milošević vjen nga Marko Đurić, ministri i jashtëm i Serbisë. Po dhe vetëm nga eksponent opozitar. Dhe më pastaj këta fillojnë ta përsëritin deklaratën e Beogradit. Domethënë këta njerëz janë verifikueshëm vazhdimisht të bashkërenduar me politikën beogradase në Prishtinë. Prandaj, unë shpesher në artikujt e mi gazetaresk, edhe në mediat britanike, por edhe në kronikat e barotit në gjuhën shqipe, argumentoj që përderisa Mbretëria e Bashkuar me të drejtë për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe mirëqenien
e rëndësisë, vërtetësisë e informacionit dhe fakteve të pakontestueshme, vendosi që t'i mbyll Sputnikun dhe Russia Today që operonin në Londër me të filluar operacioni ushtarak dhe paraushtarak i Moskës zyrtare për ta pushtuar Ukrainën në vitin 2022, që Rusia po e sulmonte një shtet aleat britanik. Kosova është duke u sulmuar nga lagja e medjave të Beogradit në Prishtinë në favor dhe fatur të interesit të vetë Beogradit, cili po e kërcënon ekzistencën e Republikës Kosovës. Veterendi kushtetues i Republikës Serbisë, i cili e mban Kosovën në si pjesë të saj integrale të territorit të Republikës Serbisë, është kërcënimi drejt për drejt, është shpallje e luftës ndaj Kosovës, që një moment të volitshëm që Serbia e ka, do ta përdor për ta sulmuar Republikën e Kosovës, siç ndodhi me 24 shtator të vitit 2023. Dhe të gjithë mediat në Kosovë, fatkeqësisht me disa përjashtrime jashtëzakonisht të vogla, dhe të gjithë analistët, fatkeqësisht me përjashtrime jashtëzakonisht të vogla, vazhdueshëm me zell të veçantë dhe vullnet të zgjedhjes së tyre e kanë mbështetur diskursin politik agresiv të Beogradit kundër Prishtinës zyrtare. Kjo është e tmerrshme, është tragjike, është brutale dhe ne si qytetarë të Republikës Kosovës duhet brutalisht i përgjigjemi këtyre njerëzve me organizim dhe përkushtim për ta ruajtur Republikën tonë. Duhet t'u kërkojmë me ngulm qeverisë së ardhshme të Republikës Kosovës që ta ketë prioritet mbylljen automatike të autoparlantëve të Beogradit në ekranet tona televizive. Sepse është kërcënimi drejt për drejt i sigurisë kombëtare. Sepse këta njerëz, përveç që e kanë normalizuar agresionin e Serbisë në Kosovë, e kanë shpëtuar Serbinë nga llogaridhënia ndërkombëtare, duke minimizuar rolin e Serbisë brenda Kosovës. Shikojeni për rastin e lumit e sulmit në kanalin e Iber Lepencit. Kanë thënë se do ta ketë orkestruar qeveria e Prishtinës, pra Republika e Kosovës. Ndërkohë që hetimet e FBI-s dolën se kishte qenë i përfshirë edhe inteligjenca ushtarake e Republikës së Serbisë. Ju lutem zgjohuni nga gjumi, populli i dashur, kudo që jeni duke dëgjuar këtë program. Jemi në rrezik ekzistencial si Republikë, duke qenë se jemi duke i toleruar entitetet e organizuara politike dhe kriminale të Beogradit në zemër të Prishtinës. Dhe ne jemi në luftë dhe këtë nuk duhet të tolerojmë, dhe duhet të zgjohemi nga gjumi sa më herët që është e mundshme. Sepse e vërteta është në anën tonë dhe ne duhet të punojmë vetëm me të vërtetën. Dikush mund të argumentoj se po zoti Kurti mund të ketë bërë probleme, ministritë e ty mund të ketë pas keq menaxhime të ndryshme. Nuk përjashtohet. Ajo absolutisht nuk përjashtohet. Dhe unë inkurajoj të gjitha mediat, entitetet mediatike dhe gazetarët serioz që të hulumtojnë, të ekspozojnë, të kërkojnë llogaridhënie. Ajo është domosdoshmëri. Mirë, po përballë Serbisë agresive, shteti është mbi të gjitha. Shtëpia jonë është shtëpia jonë. Ju mendoni se prioriteti i qeverisë Republikës Kosovës në detyrë dhe tash që do të vijë, shpresojmë që do të vijë, do të jetë një prioritet mbrojtjen e të drejtës së qytetarëve. Çka mund të prioriteti kryesor është me automatizëm duhet luftë brutale kundër entiteteve pro-moskovite, pro-beogradase, të cilët janë duke helmuar publikun shqiptar me gënjeshtra, me luftë psikologjike kundër të vërtetës. Na jemi e vërteta e Beogradit. Na gjenocidi serb në Kosovë që është është përgjithësi drejt për drejt e Beogradit. Jo siç thoshte Ilir Mirena, e që pastaj siç thoshte Ilir Mirena se ne ishim fajtor pse Miloševići ka bërë gjenocid në Kosovë. Jo siç thoshte Iliri Mehmetaj se Miloševići nuk mund të quhet kriminal duke qenë se s'ka pas një verdikt të gjykatës ndërkombëtare të Hagës në Kosovë. Jo siç thoshte Berat Buzhala e disa të tjerë se zoti Kurti na qenka duke i trajtuar etnikët serb si Miloševići që po i trajton të Kosovën, sepse ne nuk po bëjmë gjenocid. Ne po kërkojmë Republika e Kosovës dhe qytetari i Republikës Kosovës kërkon dinjitet dhe integritet shtetëror, kërkon zbatueshmëri të plot të rendit dhe ligjit kushtetues të Republikës Kosovës në të gjithë
teritorin e Republikës Kosovës. Çdo kërkesë ndryshe është kërcënimi i sigurisë kombëtare. Çdo kërkesë ndryshe është absolutisht në pajtueshmëri të plotë me Beogradin zyrtar dhe ato janë të verifikuara dhe të konfirmuara edhe nga raportet dhe vëzhgimet tona analitike që kemi bërë tash 2 vjet si redaksinë e Londër. Faleminderit shumë zoti Gjumshiti që ishe në Syri TV. Faleminderit shiquzve që përna shiqojnë këto orë të mbrëmjes. Ishte kënaqësi, kaq kishim kohën, edhe njëherë faleminderit dhe miropafshim në takimet tona të radhës. Ju lutem shumë faleminderit për ftesën edhe i ftoj të gjithë publikun shqiptar në diasporë që të më ndihmojnë ta konsolidoj redaksinë time të kronikave të barutit në Prishtinë, duke bërë një abonim me pagesë në portalin tonë, që është vetëm 5 euro apo 5 funta në muaj, nuk e di se si është valuta financiare. Ju lutem shumë, konsiderojeni. Do ta publikojmë ju lutem konsiderojeni që ta bëni një abonim me pagesë, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme që ne si redaksi të financohemi nga publiku. Sepse pavarësia financiare e garanton pavarësinë tonë editoriale, redaksionale, rrjedhimisht e garanton informacionin e vërtetë dhe të vërtetuar që do të vijë në adresat tuaja elektronike, edhe rrjedhimisht e garanton mundësinë e zbatimit të strategjive tona editoriale që i kemi për ta mbrojtur Republikën e Kosovës dhe sigurinë tonë kombëtare nga çdo entitet armiqësor, qoftë i jashtëm apo i brendshëm. Sa i përket entiteteve armiqësore të jashtme, ne kemi konfirmuar, verifikueshëm se kemi hulumtuar diplomat të huaj të karrierës së lartë diplomatike dhe kur i kemi ekspozuar gjetjet tona hulumtuese për shkak të integritetit ton profesional dhe gazetaresk, ne kemi shkaktuar edhe shkarkimin e tyre. Pra, zoti Escobar është shkarkuar nga detyrat time si rezultati i gjetjeve tona hulumtuese. Zoti Richard Grenell i është revokuar licenca e sigurisë kombëtare, rrjedhimisht nuk ka mundur të bëhet i nominuar për të qenë sekretar shteti në administratën e dytë të presidentit Trump. Ta merrni me mend, sikur të ishte ai sekretar shteti në këtë administratë, Kosova do të humbte jashtëzakonisht shumë përballë agresionit të Serbisë. Si rezultat i hulumtimeve tona gazetareske është shkarkuar edhe zoti Rode, ambasadori gjerman në Kosovë. Si rezultat i hulumtimeve tona gazetareske është shkarkuar edhe zoti Lajçak, që ka qenë një prej diplomatëve të BE-s që i ka bërë jashtëzakonisht dëm Republikës Kosovës gjatë procesit negociatave Kosovë-Serbi. Pra, është jetësisht e rëndësishme që të na ndihmoni ju si qytetar. Pra ju duke bërë një abonim me pagesë në vlerë për 5 euro në muaj, ne mund ta konsolidojmë një redaksi editoriale të zyrës tonë në Kosovë dhe rrjedhimisht mund t'i sfidojmë gjithë këto operacione drejt për drejt edhe nga Prishtina, edhe nga zemra aty ku Beogradi duket se i ka instaluar mekanizmat e vet dhe që ne të jemi aty të mund t'i vëzhgojmë, t'i detektojmë edhe ekspozojmë, neve na duhen fonde dhe nuk mund të bëjmë ndryshe. Nuk mund pranojmë fonde nga grupet e interesit sepse nuk duam ta përkthelim asnjë politikan, asnjë grup politik, përkundrazi duam të kërkojmë llogaridhënie nga ata dhe duam t'i mbajmë ata në vijë se si duhet, në mënyrë që të gjithë bashkë ta mbrojmë shtetin duke i dhënë kontributet tona të çmuara profesionale. Ishte kënaqësi që ke shumë, faleminderit. Atëherë shiqus të nderuar, ta lëni një kuti cigare për një ditë dhe ta ndihmojmë investigimin e zotit Gjumshiti në Baruti ishte, kronikat e Barutit, dhe t'i publikojmë në faqen tonë dhe vërtet ishte një kënaqësi që t'ju kem këto, shpresoj që t'ju kem prap, ne mund të bisedojmë edhe me orë tëra këto, ishte kënaqësi vërtet, faleminderit shumë. Miropafshim në emisionet e radhës.